Xheneta shet më shumë se Egli, menaxheri artistëve thotë se shpon dot në rrjetet sociale, luan jashtëzakonisht shumë me këtë gjë. Rea Shena, menaxheri artistëve dhe rekrutuesve të talenteve, ka qenë së fundmi e ftuar në një emision për të folur më shumë për post Big Brother VIP si dhe marrëdhënien e ish-banorëve me rrjete sociale, teksa u pyet Troç për një nga temat më të diskutuara, nëse Egli apo Xheneta mendon se ka shitur dhe do shes më shumë këtë verë, teksa ajo tha, sipas trendit mendoj se Xheneta, sepse Xheneta është një karakter shumë ndryshe nga Egli, po luan në Instagramin jashtëzakonisht shumë dhe si do të jetë, njerëzit e duan apo jo, prap përfolja për të është jashtëzakonisht shumë e madhe. Po të marrim vetë futjen e Xhenetës në Big Brother, të gjithë rrjellësat e saj që u postuan arritën rreth 5 milion shikime në 24 orë. Ajo di si ta bëj publikun për vete pasi ka edhe një eksperiencë më të gjatë televizive, u shpreh Rea, teksa çuditje edhe për marrëdhënien e gjestit me rrjetet sociale, duke thënë se është i vetmi që i afrohet Luizi që nga dalja e tij, por edhe gjatë Big Brotherit të tij, kishte kulme edhe në rrjetet sociale, më i ndjekur i gjithçka çka bënte, kudo ku shkonte, dhe i vetmi që i është afruar që nga ajo kohë është Gjesti, i cili ka arritur maje që nuk e mendonim se do t'i arrinte kush deri më tani. Ai është kudo në rrjet i pranishëm dhe dua të them që kontrata me Topin do e ngrejë edhe më lart, pasi do jetë më prezent për fansat në emisione, filma, koncerte dhe shtysa që të jep Topi në këtë drejtim, ashtu siç ja dha Luizit, do të jetë tepër e madhe. U shpreh Rea, ajo sa për ish-banorët e tjerë të këtij viti u shpreh, shoh edhe Loredanën e cila ka potencial për të qëndruar në treg. Nga ana tjetër, këtë vit ka pasur shumë banor dytësor të cilët kanë qenë hije më shumë se edicionet e tjera të Big Brother VIP. Megjithatë pritet të shihet edhe Jozi nga ana tjetër, varet se si do e menaxhoj, pasi mund të shkoj shumë lart, por edhe mund t'i mbaroj fama shumë shpejt nëse nuk di ta menaxhoj, u shpreh Rea.